Në atë polemikën që bëhet dhe që sigurisht ka dëshpërimi, e kanë thënë dhe poet, e kanë thënë dhe shkrimtar, e kanë thënë dhe politikanë, sidomos që e ka fajin pak populli, po populli ka apo s'ka faj, ka apo s'ka kujtesë. U luajt një debat shumë delikat që lidhe një partie konservatore, ose që po shkonte drejt themelimit konservator dhe të djathtë, të marrin në mbrojtje një personazh si Fredi Beleri, të cilin, kur ka qenë president doktori, e ka futur ke lista e terroristëve. Patën kështu na tha Shemsi Prençi në këtë studio, kur kemi pas, ka qenë eksponent policie, dhe ai thoshte që kemi pas në listën e antiterrorit këtë. Dhe tani ta vë kandidatë. Dhe në fushat u luhet shumë fort me kartën që Beleri është viktima parë, martiri parë i drejtësisë kapur nga Rama, dhe se thua Greqia, Mitsotakis si e tjera, se patën shumë takime, birofol dhe për çështjen e detit që unë bëra në 2009 një ligj shumë të mirë për detin e tjera, por Rama se thua është, nuk e di, është anti-grek, po themi. A ka ndikuar kjo gjë, sepse për shumë Labëria, zoti Kulluri, ku ke qenë ti? Edhe unë. Dhe ju uzoj, ka pas një rezultat spektakular për Partitë Socialiste. Ka qenë thjesht ajo që thoni ju që çështje korrupsioni, apo edhe një lloj fakti që nuk mund të shkoni me këtë lloj deklaratë. Ju ka pas në studio kur doli kjo deklaratë dhe do të thënë që kur bëra atë deklaratën tonë në studio morën shumë mesazhe nga zona. Po jo vota. Kjo është e bukur. Tani është që shqiptare, po, të lu ma shpego pak si lapti këtë mua. Kam qenë i vetmi... Vetëm kamera është aty. Kam qenë i vetmi personazh brenda PD-s që kam goditur shumë fort kandidimin e Fredi Belerit, për arsye se rrjet nga një familje dhe nga një krahin që mendoja se është patriotike. Dhe flas paktën për pjesën e djathtë, se të majtën mbase do merrte bido ca vota normal, se e ka luajtur atë kartë. Ka marrë 0 vota nga patriotët e djathtë të Vlorës. Dhe shkuan votuan për Fredi Belerin, për Vangjel Dulin. Prandaj themu që kemi problem sistemik, nuk kemi problem me Berishën. Kemi problem me të 500.000 që votojnë Berishën. Falë, pse kujton se Fredi Beleri është i Mariot? Ç'është po? Pse kujton se Fredi është shqiptar 100%, mos pëlqen flamuri që ma Fredi Maskuris. I Mariot. Mua nuk më pëlqen agenda e Fredit. Dhe mua si lap. Dëgjoj tani mo. Dëgjoj vllajin këtu tani. Dëgjoj tani. Dëgjoj vllajin. Është nga Progonati. E di, mos pëlqen agenda thash. Është nga Progonati. Nuk më pëlqen Vori e Piri. Tani e di, me kë flet me mua? Jenë vete, unë prandaj jam këtu. Tani, i është referua Shën Kozmajt. Duke thënë ne kemi Shën Kozmajin që na mbron. Sa di nga historia në 28 qershor të 1777-s, Shën Kozmaj në manastirin e Shën Julitës në Dhuvjan, dhe e di këtë nga paraardhësit e mi, sepse Stërgjyshi në nëstime ka qenë igumen në manastirin e Shën Julitës në Dhuvjan. Ishte kryqëmbajtës i kryqit të Argjend, nga Patriarkana, nga Mitropolia Janinës. Në 1777, Shën Kozmaj ka qenë në Dhuvjan. Se nga e gjeti nga Progonati ky Shën Kozmajin e ce gjeje. Në rregull. Gjen agenda. Në qoftë se do minoritar grek ke në nëntime vlla. Po jo, po s'ka punë aty. Është Dropullite nga Dhuvjani. Dropull kandidoj. E moja atë po të them. Po të them. Tani lebrit që prishën gjakun, zbritën në det, mësua not dhe morën pasaportat, unë shtë dhe thot vllai jot, edhe Schwarzenegger. Më lësh, jo, kështu është. Nuk ka sens kjo, nuk ka sens. Po kështu është, mos ka sens. Më Julia, dëgjoje. Se njerëzit jetojnë atje me breza. Qa jetojnë? Me breza. Bravo. Okej? Atere, në qoftë se do, ku do referohemi? Në pronat, një sekund, do referohemi në pronat e Bizantit, në pronat e Otomanëve, në pronat e Zogut, se deti nuk ka pas pronar, se çështja është për pronat